Hallka e parë e zinxhirit për çdo të shtim, janë mjeku familjar, mjeku i përgjithshëm ata që ja u gjujnë barën krejt, tani ju e keni me na çu neve ku pëdojmë na dhe ku kem nevojë me shku. Doktor Murati... Jo, keni më shumë. Do me thonë, na ju fajsojmë juve nëse s'na keni thonë me shku te kardiologu, na ju fajsojmë juve për çdo sens, sepse menojmë që ju duni me ditë çka kem na. Sa është e vështirë, doktor Murati, kjo dhe përgjithësi është patjetër. Patjetër që është përgjithësi, po prandaj duhet me qenë edhe të përgatitun edhe që me ditë ku me udhëzu ose nëse ka nevojë varësisht prej gjendjes, janë edhe ato protokole që na lejohet derisa mund me shku për me mjekim, mjeku familjar, mjeku i përgjithshëm, e pastaj edhe me drejtu besa. Edhe me drejtu të specialistët që ka nisë me ndryshu për të mirë, kjo se dikur nështë pa lidhje me thonë, po internisti ka pas rolin kryesor. Aty e na trajtu si fillime, përfundime, a pajtor, doktor Valdet? Mund themi, në një kohë më të vjetër. Relaksu se sigurisht.